Shqipëria nuk ka çfarë të shes sepse në drejtimin e tij nuk prodhon më asgjë. Shumë i inatosur, i paqet, kryeministri pyet çfarë mund të shes Shqipëria. Ka të drejtë inatoset e të çirret, madje edhe të tallet, se përveç qelesheve, shqiponjave, flamujve, nuk kemi asgjë për të shitur veç vendit sepse ekonomia që krijoi ky kryeministër nuk prodhon asgjë. E ndërsa në 13 vite që drejton ka folur për lloj manovrash ekonomike si PPP, investime strategjike, amnisti fiskale, rilindja 1, e më pas 2 deri për rrogat e larta edhe të krahasueshme me Greqinë, kamarierëve dhe pastruesve, asnjëherë nuk e gjeti as guximin as forcën të flas për motorin e zhvillimit prodhimin. Ka të drejtë që nxehet. Sot nuk kemi çfarë të shesim se nuk prodhojmë. Jemi të varur nga importi se nuk prodhojmë. Nuk ofrojmë dot punësim cilësor se nuk prodhojmë. Madje nuk krijojmë, nuk shpërndajmë asnjë uri se nuk prodhojmë. Nuk kemi ekonomi të qëndrueshme se nuk prodhojmë. Qëndrueshmëria nuk kupton aftësinë për të përmbushur nevojat e tanishme pa komprometuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të përmbushur nevojat e tyre. Edhe sektori prodhues është thelbësor në sigurimin e qëndrueshmërisë. Prodhimi industrial jo vetëm është një motor rritje për vendet në zhvillim, por për më tepër është vërtetuar se ai është shtylla e nevojshme për të siguruar rritje ekonomike në kohët e vështira. Prodhimi përveç se rrit nivelet e konkurrencës, rrit produktivitetin, siguron punësim cilësor me paga të larta, ai siguron lidhje të ngushta me segmentet e tjera të ekonomisë. Por prodhimi është i rëndësishëm edhe në një aspekt tjetër. Proceset e prodhimit shpeshherë mbështeten në inputet e sektorëve të tjerë, të cilët përparojnë me përparimin e industrisë prodhuese. Në këtë mënyrë prodhimi ofron funksionin e bartësit të shërbimeve, të cilat nuk mund të shiten ose të eksportohen pa u inkorporuar në një produkt përfundimtar. Ndërkohë prodhimi është burimi kryesor i aktiviteteve të kërkimit, zhvillimit dhe inovacioneve kaq të rëndësishme në kohën e transformimeve teknologjike. Për më tepër pa një industri të shëndetshme prodhuese është e vështirë të balancohet bilanci tregtar, është e pamundur të krijohen vende pune me pagë të lartë për nivele të ndryshme të aftësive, ndërkohë që me zhvillimet teknologjike industria prodhuese dhe shërbimet do të bëhen gjithnjë më shumë të pandashme dhe komplementare. Ndërkohë më shumë se 5 dekadat e liberalizimit të tregtisë botërore treguan qartësisht se vendet që mbeten mbrapa në industrializim apo për më keq përjetuan deindustrializim të vazhdueshëm edhe që larguan burimet, tokën, punën, kapitalin nga sektori prodhues, mbeten të pazhvilluara. E pra sot që të mos shesim Shqipërinë nuk na duhet makiazhi i fasadave, na nevojitën politika funksionale të mbështetura nga fonde të qëndrueshme buxhetore që adresojnë rritjen e ofertës në ekonomi nëpërmjet përmbushjes së 4 objektiveve. 1. Fuqizimit të sektorit ekzistues të prodhimit duke neutralizuar efektet e mbivlerësimit të lekut, duke zhvilluar drejtime të reja siç është zhvillimi i zinxhirit të vlerave apo nxitja e investimeve të reja. Ndërkohë është i nevojshëm krijimi i fondit të investimeve të ndërmjetme, i cili duhet të shërbejë si bashkëfinancues për përgatitjen dhe realizimin e projekteve për zhvillim teknologjik. 2. Nxitje së eksporteve, duke përfshirë jo vetëm mundësinë për zgjerimin e bazës aktuale eksportuese, por në të njëjtën kohë zgjerimin e investimeve për tregje të reja dhe produkte të reja. Përvetësimi i tregjeve të reja, rritja e shitjes, rritja e konkurrencës në tregjet e reja, rritja e numrit të ndërmarrjeve me orientim eksporti, mbështetja edhe ndërkombëtarizimi përmes arritjes së standardeve, si edhe integrimi i burimeve të informacioneve eksportuese dhe shpërndarja e tyre janë kyçe për stimulimin e eksportuesve. 3. Rritja e produktivitetit, transferimit të teknologjive dhe inovacionit. Kjo kërkon krijimin e zyrës kombëtare për transferimin e teknologjive, e cila duhet shërbejë si nyje ndërlidhjes midis firmave, universiteteve, laboratorëve të kërkimit publik, agjencive qeveritare dhe institucioneve financiare. Mungesa e këtij ndërveprimi largon ose rrit distancën e bashkëpunimit midis këtyre aktorëve, duke i lënë ata të izoluar dhe jo bashkëpunues, duke penguar transformimin teknologjik dhe inovacionin. 4. Krijimin e një sektori prodhues që krijon dhe shpërndan njohuri. Dështimi në krijimin në shpërndarjen e njohurive ndodh për shkak se ne nuk e kemi kuptuar që njohuria prodhohet në ekonomi dhe për më tepër nuk e kemi konsideruar asnjëherë njohurinë si e mirë publike. Ndaj është e rëndësishme mbështetja e qeverisë në ngritjen dhe fuqizimin e sektorëve të teknologjisë dhe të kërkimit, aftësimi profesional dhe praktik i personave të rinj të sapo punësuar, si dhe sigurimi i ekspertizës teknike ndërkombëtare për kompanitë vendase. Patjetër ky është ushtrim i vështirë për çdo qeveri, por më e keqja është se për qeverinë e rilindjes së fasadave është i pamundur. Ndaj bindur edhe i inatosur për këtë pamundësi ai çirret se nuk ka ç'të shes përveç Shqipërisë.